Mirdita, sot po mere me një përshesh si që përgatitin për vitin e ri, me gjildeti. Në fillim përgatisim bukën. Unë përgatis bukën këtu më përpara, për arsye se nuk ka të gatshme, dhe kështu mundojmë ta bëjmë përpara bukën e misrit, se bukën e misrit do kohë që të ftofet, pastaj mere me gjellën e detit. Në fillim hedh miellin e misrit. Gjithmonë në shtëpi e kemi pasur me hedh pak krip. E kena pas bo vetëm me miell misri. Me kulaç. E hap, ujtin e kam të nxehtë dhe ja hedh pak e pak. Ja hedh sa të mblidhet. Uji është shumë i nxehtë. Përpara se ta përgatis kulaçin, kam ndezur forrin me 180 gradë. Kulaçin e bëjmë përpara se kulaçi do kohë që të ftofet. Hedh vajulliri, pak vajulliri. Po mundojmë ta mbledh me dorë. Misri do vetëm sa të mblidhet mielli i misrit. Furrin e kam vënë 180 gradë, është i ngrohtë. Brumi i misrit nuk ka nevojë të punohet shumë me dorë, vetëm sa të mblidhet si miell. Në tepsi këtu kam hedhur pak vaj. E hap me dorë pak. Mirë pak vajullir pra për sipër. Dhe është gati për furr. Furrin e kam të nxehtë si që thash. Tash sa kohë do haj, do të shohim. 3 çerkore, 1 orë, do të shohim duke parë me furrin. Sa të piqet kulaçi, pastaj do merrem me gjelin. Tashti po vazhdoj me përgatitjen e gjelit. Gjeli nuk është gjeli madh, është gjeli vogël, për vitin e ri marr të madh se mblidhemi të gjithë. Është një gjelnja 2 kg cash, është i vogël. I hedh gjalp. Gjalpin ja hedh gjithandeja, nuk i hedh gjëra shumë, vetëm gjalp, krip edhe piper të zi. Ja çoj gjithandeja. I kam hequr të përbrendshmet, është gjel francez, se këtu marrim e kam bërë, është i 2-i 3-i vit që më duket që e bëj me gjel francez, më kanë dalë shumë të mirë. Është gjeldeti i vogël, nuk është gjeldeti i madh.
I hedh krip. Ja hap kripën gjithandeja. Edhe piperin me dorë. Nuk I hedh asnjë gjë tjetër, me që do të bëj me përshesh. Nuk është djeli i madh të ketë shumë yndyrë të vetën. I edhe pak vaj ylli. Dhe vën në këtë qesh me kapak. Nëse që s'keni, nuk u ndodhen këto tenxhere, mund ta vëni në tepsi të hapur, po do të mbuloni mirë që mos I dal avulli. I kanë dhe të përbrëndshmet, mërqina, ato që kanë gjelat, ja kam hequr veç, se më duhen për përsheshin. I hedh ujë të ftofat. Jo shumë ujë. Sobën e kam 200 gradë me ajër të ngrohtë. I vë kapakun, e mbuloj dhe do të shoh për në një orë e qerek do të shoh se si është zbut gjeli. Mbas 2 orëve e kam nxjerr gjelin e detit, është pjekur, ka marrë ngjyrën, është bërë që e kam kontrolluar kështu, është bërë pamuk, i themi neve, dhe tash do të heq gjelin këta dhe do t'i marr lungu për të bërë përsheshin. Po I marr pak lëngun që ka ngelur këtu, e kulloj. Që më duhet të përsheshin, dhe gjelin e vë prap këtu dhe mbuloj me kapak që të rijë I butë. Sa të bëhet përsheshin. Tash po përgatisim përsheshin. Kam marrë lëngun e gjelit, pak lëng sa I kam nxjerr, sa përshije, dhe do përgatis në tigan të brëndshmit e gjelit që kishte brenda, edhe një kokë preshi. I hedhëm, e kam në tigan këtu, I hedh pak vaj. Do presim një qik sa të bëhet preshi me pak të brëndshmet e gjelit. Këtë përsheshe kam të mësuar nga vjera ime, jo nga ne në fshat, nuk I qera sto, nuk I bëjmë se ne nuk kemi gjela deti. Nga që jemi, si thonë, brigdetit, që nga emri duket që jemi vende bregore dhe nuk rriten gjelat. Gjelat e detit duan fusha. Siç ka është lushnja, fieri, kavaja që I bëjnë. Ne këto nuk I kemi ditë në fshat. Kemi pas kecër e kështu që therrim dhe për pashke, për krishtlindjet e. Këto e kam mësuar nga vjera ime. Vjera ime nga Berati e bënte këtë, tek ajo e kam mësuar. E bënte që të shkrinte në gojë. Kishte qejf I haje përsheshin me ashtu e bënte çdo vit. Për vitin e ri, gjelin me përshesh. Hedh qik. Preshin. Nuk e skuqim shumë, pak sa të vishket, nuk ka nevojë. Dhe gjithmonë e bënte me bukë misri, e bënte bukën e misrit që në darke, se thoshte do që të ftohet e ta grish bukën e misrit, dhe e bënte gjithmonë në darke, e përgatiste për të nesërmen. Dhe unë këtu e bëj çdo vit.
Për vitin e ri, atë bëj përsheshme, nuk ngellet një lugë. A ka ngellë me thonë? E të brëndshme. Të brëndshme një mërqinë që i stomak, sa ka një... E shtoj vajin. Nuk ka nevoj për më shumë. Do marri një val me lëngun e gjelit. I shtoj pak ujë pra. E shoh për krip. Shumë mire ka kripën. I shtoj dhe djozën. Përsheshi do djozën. Dodhi do me bollok në gjik. I thos Shqipëria mese, neve nga jugu djozë. E lë të marrë një divan dhe pastaj ja hedh bukës e mistrit. Mbas 5-6 minuta e kam lënë që të zi, ishte edhe që gjallë e donë një shikin dyrë. Kripën e ka mas, e ka tamam. E mbyll sobën. E largoj lëngun kështu nga avull dhe ja hedh. Ti vedo ngo gjitha ndeja. Dhe edhe me kaq lëngë. Në qoftë që kërkon prapë për t'i hedhur bukës, që të zbutet, atëre do t'i hedh. E mbuloj me një pecet njësoj si mbulojmë pilafin, që t'i thith avullin. Edhe do e lëm kështu sa të zbutet buka. 10 minuta e lash. Përsheshin që të zbutesh, e ka pish gjithë lëngun, bile si shtova dhe pak lëngë tjetër akoma që të zbutesh buka. I shtoj prap pak në gjik mbi vete. Dhe përsheshi është i gatshëm për ta nxjerrë. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj ditët e bukura që vijnë Krishtlindjet, të na gjejnë shëndoshë mirë, të jenë zemrat e gëzuara mbi të gjitha. Ajo është e para, pastaj të tjera gjitha vinë me radhë. Shëndet ju uroj, faleminderit për shikimin, do të shërbejmë në pjate.